qa studion? Aktrim. Qa bosh? Aktor. E qa punën? Filma, seriale, teatr. Aha. Jo të veta kështu qa punën. Dhe më thonë s'ta llogarit ke punë. Pra, unë nuk kam produkt me shit. Unë kam ftyrën tem. Kjo ftyra jam, imazhi jam, nëse vazhdon, konsumohet, edhe mo nuk mbjen të ardhën. Pra, për që ta i bjen që të kohën so pagush, do shumë pagu ma mirë, shtetet tjera e vlerësojnë këtë sen. A ka një aktor të letë? Dhe qysh ke pyetje ke pej autit në korner, po dhe qysh a e ke po, sa letë ka një aktor, dhe qysh korner është edhe kështu ka mirë ka po të vina ta letë vëlla. Po kjo teknik. Për që ata mendoj që shkollimi që të punë t'i bën se talentin s'ta shton. As nuk ta hup, as nuk ta shton talentin, po thjesht i mëson teknikat që shtim me i përdor ato në profesion. Edhe të pjesa të qajturit edhe me kesh është ma zërë se me kajt. Me kesh me zërë është ma zërë se me kajt me zërë. Se dyja t'jen teknike, po me kesh me zërë edhe mu duk mirë, është këgja e vështirë. është hin punë diafragma janë do procedura. Te pjesa të qajturit përdoret për shembull një histori që të ka ndodhur, është teknika me mojt sy të hapën, deloti vet, e të tjera. Pra janë teknika që ushtrohen edhe bëhen. Pra nuk është ndonjë farë dhuntie e veçantë. Mu po më intereson me ditë momentin që ti ke vendosur se po më keshin kamermanat pak me mu. Momentin që ke vendosur me studiu, çka kanë menu rrethi? Çka të kanë thonë rrethi? Që kjo kamermani çto ka këshir. Rrethi është keq ta kallzoj nisan. Është keq me pas në pjesë stafit njerëz që e njohin të intervistonin se gjithë kallzojnë diçka. Po da. Kështu që ai ka më fol pe aty. S'është të loshe. Jo që na i thamë po du më thonë që unë e kam qitë që të pyetje se unë nuk e kisha bo. Ka pas komente ndryshme kur jam pranuar në akademi prej këtyre komenteve që s'ka me këtë zanotën bjetan ku po henjën bo shumë pse jo që si tjetër që ka perspektive, ka pas komente të ndryshme, ka pas edhe si komente kur i thesha për shembull në autobus se ku më thu gjatë kohës studime qa studion, për shembull aktrim. Qa bosh? Aktor. E qa punën? Filma, seriale, teatr. Aha. Jo të veta kështu qa punën. Dhe më thonë s'ta llogarit ke punë. Ja, nuk, edhe këtë komplet si zanat nuk ta llogaritin shpesher për punë. Dhe të me pas një punë që jam unë vetën, tani këto qysh të shkan, le të shkan. Ka pas komente të ndryshme. Prej familja ngushtë, në fakt, i kom pas më shtet shumë të ndaj, edhe kanë besu në ato që akum më përzjedhet e mija. E rrethi shoqënia mandej ka pas të lifare, so që i mundohem i shkëput disa, e që shumë tjera në shtë dhe i kom harru. Super. Ti për mene që nuk e njohin si profesion, dhe më thonë ta mund si punë s'ta llogaritin, po sa mund është me adal me jetu prej qësoj punë, prej shti profesioni në Kosovë? Nëse i aktiv, edhe punën, i aktiv dhe më thonë ki rrugë të ardhëna mujore, po, letë. është kriju një farë ideje që si të na këthen kamerën edhe atë më anku, unë nuk e shoh ashtu. Megjithatë na duhet me kuptu që jetojmë në Kosovë, që kjo është realiteti unë. Nëse e mot profesionin, nëse e mot sa merr një aktor në Kosovë edhe një në Francë me punën e njëjtë, normal që ti kimo një keq. Po dhe nëse është sa ka audienca edhe sa kite, këtë fjell pak, edhe në qëtë në rrugë. Qëtë në rrugë. Normal, se na i jena 2 milion banor me letra, biletash mi dalë 1.800.000. Edhe ketë më të këshyrë janë 1.800.000 viewsa. Ketë më të këshyrë. Më që veshty më të këshyrë janë 1.800.000. E ata i kanë me një lagje ose me një qytet i kanë qaqë shikus. Kështu që nështë normale më pagu ma shumë, tregun e kemi të vogël, por nëse më rrinë me mbjetun që treg, sa dhe që është bo e vështirë, mendoj që edhe mohësh edhe jeton dignitetshëm. A dhe në këta që thojnë që kjo punë është pagu ma mirë në Amerikë ose është pagu në Amerikë, sa mundet më pagu një aktor në Kosovë? Nuk po flasë për ty, dhe më thonë nuk po ta bëj pyetje në direkt ty, po sa mundet më pagu një aktor në Kosovë ose sa i zhdasht më pagu që të paktën me jetu mirë prej kësaj pune? Qëre, na nuk jetojmë dikon tjetër, na jemi qëto në Kosovë. Edhe jeton në Kosovë kur rruga kanë dikon 400, 500, 600, dikon 700. Edhe nëse një aktore te i kalon rrugën mesatare, e që në Kosovë shumicën e raste e te i kalon rrugën mesatare, unë mendoj që nashta nuk është mjaftueshëm.
sepse është punë me specifik. Pra, unë nuk kam produkt me shit, unë kam ftyrën tem. Gjithçka jam unë. Edhe kjo ftyra jam, imazhi jam, nëse vazhdon, konsumohet, edhe mo nuk më vjen të ardhën. Pra, për që ta i bjen që të kohën so paguash, do shumë pagu ma mirë, shtetet tjera e vlerësojnë këtë sen, edhe paguajnë ma mirë në qatë kohë, që në qatë periudhën që ti s'ki mu pagu ma, me jetu prap dinjitetshëm. Që kjo specifike bën që do të më pagu ma mirë. Po prap mendoj që në realitetin ku jetojmë, do të me pas si të tillë që të realitet, edhe mos me jetu me ondrat Amerikës. Jena qëto, funksionojnë qëto, në që tregun e vogël, qëtojnë mundësit, edhe nëse ankohemi vazhdimisht, nuk e përmirësojmë situatën, a nëse punojmë e përmirësojmë, a nëse ankohemi, veç ankohemi jo. E jo, e vërtet është. Për që ata unë e kum zgjedh kudo, nuk është hera e parë që flas për këto tema këtu, po mirë që ra edhe kjo temë, se kudo që ndal unë kum zgjedh, nashta e kam gabim, po unë kum zgjedh mos më anku. E kam provu ata me ankesë, nuk ka përmirësu kërgjë, për provoj unë mos më anku edhe nashta edhe të tjerat, mos më anku marrë atë kësaj çështje.